Sot në ditët e sotme, pra, deri para shumë vitesh, unë kam qenë prezent dhe kemi pasë raste, kemi bërë martesa, kemi hyrë në përshpia, në përhallë, në probleme, gëzime, hidrime, si që në takon ose një hoxhe që është pjesë e komunitetit që bën shërbimet e tij. Dhe sot neve shohim që ka problematika të cilat, pra sfidat që kemi ne sot në ambientin ose me rrjetet sociale, cilat janë bërë një sprovë në vete, ashtu siç kanë mirësinë e tyre që mund të përdoren për mirë, po ashtu kanë edhe ndikimin e tyre të keq kur futesh, domethënë ato faqet ose në ato sajtet që janë jo të dobishme, që kanë informacione problematike. Aty mund t'i gjesh gjithë mirat, aty mund t'i gjesh gjithë këqijat. Aty lidhen njerëzit për mirë, po aty lidhen edhe njerëzit për keq, Zoti na ruaj. Dikush është i martuar ose e martuar dhe shkon bën lidhje të tjera me rrjete sociale, me mesazhe, me foto, me video, me gjëra. Allahu na ruaj, domethënë edhe fillojnë shkatrojnë këtë lidhje të bekuar martesore që e ka bërë Zoti xheleshan. E sot sfidat neve na rriten edhe më tepër akoma që në momentin që neve vendosim që të martohemi, pra dikush vendos që të martohet, do edhe japin jetë. Vallahi e kemi amanet ne për fëmijët tanë, edhe për vajzat edhe për djemë, që t'i themi atyre dhe t'i orientojmë tek më e mira që të zgjedhin atë që duhet të zgjedhin pra për jetën e vetë.